cila është ana pozitive për hapjen e medresesë këtu në Tuzë? Unë mendoj se medreseja si institucion, mas pari shkollor, pastaj edhe fetar, e ka qëllimin edukativ, në principe kuptohet fesë, në principet fesë islame, gjithësisht të Kuranit. Mendoj që ky është një institucion i cili ban edukatën e breznive, e sa ka ajo atë efektin e vetë me kënë bashkë në trojet tona, për ata është dikuj tjetër të flasë. E unë nuk di çka të them, ajo është punua aty për të gjithë ata që duan mësim besim të fesë islame. Nuk mendoj se ka ndonjë të keqe si institucion. Shkollë e mësimit fetar, mësimit shkencor, kuptohet e ati programit i cili është veç i programuar me bazat arsimore të shkollave të mesme. Shqiptarët kanë mundësi të shkollohen edhe aty, ashtu si ne jem shkollu ma parë në disa vende tjera. Unë për shembull kam pas nevojë të shkoj në Kosovë të vazhdoj mësimet e mesme ose të naltat, e tani për të mesmet ashtë këtu, sa ka me pas ajo atë publikimin e saj do të shifet në të ardhmen. Faleminderit. Kam një pyetje për të dy juve të nderuar. Bëhet fjala për shqiptarët, janë pakicë etnike këtu në përbërjet e shtetit Malezi. Nuk e di nëse shteti Malezi a ju suporton juve si në bazë të rregullave, në bazë të normave, në bazë të ligjeve, si që takon si pakicë pra shqiptarë që jeni në fushën e fesë, apo keni patur pengesa? Nuk kem pas pengesa sa i takon realizimit fetar asnjëherë që diun. Edhe prapë përsëri se kam thënë një herë, edhe në kohën e komunizmit, konkretisht flas për ndinosh dhe në kohën kur majmen unë se prej mas luftës dytë botnore e deri në ditët e sotme ka punua kjo xhami rregullisht. Edhe ka punua për rritet fetare, edhe ka punua mësim besimi, i cili është më rregullisht prej imamëve. Me vite kogja të gjata, diku rreth 20 viteve ka punua një imam Vendali, e tash afro 30 vjetëve punoj unë. Kur njëherë pengesë nuk kem pas, por edhe nima për me u lavdua diçka për këtij shtetit nuk kem pas. Ato sa u takon qefeve tona, të drejtave tona, nuk kem pas pengesë. Me ndërhy pak në atë që i folën me në lidhje me që i foli kolegu im në lidhje me medresë. Jo për me i marrë kompetencat e zotni i kryebamit, por ekziston një, kështu të thëmë, një pyetje në hava që në mua me thënë vërtetën nuk më pëlqen. Ekziston pra një pyetje që thonë, për shembull, pse tona këto kisha, pse tona këto xhamia, pse medresa, pse. Për mua pyetja nuk është e vume reale. Unë kisha me thënë pse nuk i kem pas deri tash, e jo pse janë. Pra, flas si për kisha, si për xhami, unë i quaj me një termin të përbashkët infrastruktura fetare të na ka munguar. Dhe unë e përkrahi me gjithë me të me zemër, edhe medresën, edhe çdo qendër shpirtërore, fetare, pa marrë parasysh cilës feti takon, se në këtë mënyrë njerëzit formohen, pra fetarisht dhe nuk mesin ignoranta, e aq e afërt, nëse një gjenerat nesër më rrinë me dalë për një medreset që shkollohet në vendin e vetë, jam masi sigur që
klerikët e tillë kanë me ditë me adaptua mas popullit besimtarëve vetë në mënyrën më reale dhe objektive që duhet për të mirën e tyre të përbashkët. Kjo këtë me kanë ndoshta një gjë që i pashqef me thonë, pra, kjo nuk ka konkurrencë, si do në dikush me shpjegua, por është nevojë e cila në kohë dhe në moment, pra ne na ka munguar të kaluamen e shfrytëzojmë lirinë që e kemi sot dhe na mundohen a besimtarëve të më plotësoj kushtet ato çka duhet. Pra, unë e eliminoj prapë thëmë këtë që do në të kush me spjegua sa është konkurrencë. Kur farë konkurrencët nuk është. Unë për kur kanit nuk as darkën nuk kom e ndryshua e jo ma me shku me ba një gjanë t'ilë pra në krasime. Përsa për këtë lirisë tonë fetare, dihet se kura kënë koha e partis, na nuk e kem pas lirin e plot me realizua të gjitha programet tona, mirë po do të thëmë se sot në Gjeverinë e Malit si pa varun, Gjeveria si e tillë, barem sa e di unë, kanë jashtëzakonisht një respekt ndaj bashkësinave të fetare pa marrë parasysh se cilës fe i tokojnë. Nuk thëmë se gjanat nuk kinë më mujtë me kanë ma mirë, nuk thëmë se ndoshta ata që ka tha dhe sot një kryemami kinë më mujtë me kanë kontributet edhe më të mëdha, por du me besua se Gjeveria pra është ashtu të thëmë tek në fillimin e saj, pra ku ashtu stabilizua, do më beso që me siguri kanë me kanë edhe kontributet më të mëdha të armën ashtu dhe si mas fuqive financiare që do të kemë. Pra, për kundra, unë thëmë këtë, nëse gëzojnë një respekt prej Gjeveriet bashkësit fetare, atë menojnë që ato janë bashkë në Malinezi. Unë këta e kom thënë sa herë, e thëmë publikisht, edhe nuk kom kur që janë pësheftë. Duke falenderuar krye imam Beqirin këtu nga Dinosha, unë e falenderoj për kohën që dhe mundësinë që na dha për të bërë këtë intervistë. Sigurisht mendoj se është një eveniment i rëndësishëm pasi edhe Patërpashku bërë një vizitë sot në këtë xhami. Cili do të ishte mesazhi juaj për besimtarët që janë emigrantë? Besimtarët të cilë gjinën jashtë vendeve tona, besimtarë të cilë gjinën në diaspor, mendoj se duhet të jenë krenar që janë prej këtyne trojeve, të jenë krenar edhe fetar edhe kombëtar, se edhe feja e edhe kombi i ka edukua si duhet të jenë besnik, si duhet të jenë të fjales dhe të besës, të njerëzis edhe gjitha atyne që u thonë njerëzore. Tiparet e bukurat të cilat kanë pas shqiptarët, atëherë kur kanë qenë krenar në besën shqiptare, kanë qenë ma i njoftuni në botë. Bota me besnikri shqiptare i ka krenuar shqiptarët, i ka njoft shqiptarët. Menoj që edhe sot të gjitha ata që janë për jashtë, mos të harrojnë këtë vend, mos të lanë mrapa ty mendu se gjejnë do një vend ma të bukur dhe ma të mirë, e na që jem këtu ju premtojmë dhe ju japëm fjallën se do të mundohemi me ju majt atë besë, të ruajmë këto troje sa të mundemi, mos na i përzijejnë dhe mos të na ngushtojnë, se nuk është e pregjanë malësia t'ishte fati të kthehen dhe prej shteteve ku kanë ba emigrim. Kishte me kene bukur dhe njerë për neve t'ju ruajmë të kenë troje të gatshme, kur do që të donë të kthehen, se kthehen në vatrën e vetë, të dinë se këtu e kanë nanën lindse, prej ka duhet t'i thonë vetës gjithë shqiptarët, ku do që janë, nuk kanë tjetër vesh një nanë. Menoj që kështu të ju ba përshëndetje të gjitha tyne, e posaçërisht edhe juve që na keni mundësua këtë intervist, këtë bised, mendoj që është e vlefshme, është parimore, është sukses për ma të tjeshmen,
të dinë edhe ata të rritë edhe ata që kanë lindën për shtetet të jashtme të dinë se këtu janë troje që i presën, kur do që të kenë mundësi të kthehen mirë se vinë, e ashtu si fola prapë po përsis, unë menoj se unë edhe të gjitha ta që të ndëgjohen dhe të respektojnë fjallën teme, të jemë rojca të këtyne trojeve sa të mundemi, mos të jemi të ngushtuam, po të lam hapësirë për të gjithë dashamirët, për të gjithë bashkëvendasit tonë, i përshëndes të gjithë përzemërsisht, juve ju falemderit. Para se të jap Patër Pashkut fjalën, pra t'ju përshëndesë ju të nderuar teleshikues që jeni në emigracion nga xhamia e Dinoshës, kur i propozova Patër Pashkut që të vinim së bashku për vizitë dhe të bënim një bisedë, e pranoi me gjithë qejf dhe unë i thash disa herë, ndonjëherë sillem mohabetin sepse mendoja se mos ishte i sforcarur. Por kur na priti kryemam Beqir Gjoka i jashtë xhamis, ajo na ftovi ku dëshironi që ta bëni bisedën dhe Patër Pashku kishte dëshirë ta bënte brenda, pra këtu në vendin ku bëhen rritet fetare, që do të thotë përndryshe që hiqen këpucët, ne ishim në një xhirim dhe Patër Pashku ka ardhur i veshur civil për faktin se s'ka pasur kohë se kishim kohën e kufizuar. Dhe sikur se dhe shikoni, pra i ka hequr këpucët, pra ka ardhur me gjithë qejf në këtë vend të shënuar, në këtë vend të shenjtë fetar, që i përket fesë muslimane. Sigurisht unë për këtë e jap kredibilitet dhe e falenderoj, ashtu sikur se kam pasur respekt unë dhe gjithë bashkëtarët tanë, do të arrisin edhe më lart. Me këtë rast të falenderoj Patër Pashku, pasi ju jeni vërtet një klerik i pasur, një klerik sikurse ju ka hije. Një mesazh për bashkëtarët tuaj. Po, tu kanë se na kemi një Zot përbashkët, pra prej kësaj shtëpie e Zotit ku njerëzit vinë e lutën, në mënyrë të veçantë dhe në mënyrën e vet, çka është një pasuni vetëm kur është në pyetje feja dhe pra adhurimi ndaj Zotit. Unë do të kem shumë i shkurtën dhe me ullan këtë porosi. Shqiptarëve pa marrë parasysh cilë fesë i takojnë. Mos bani vepra që e kompromitojnë emrin shqiptar e fenë cilë i takoni, por bani veprat me cilat vepra mundni edhe me lëshove në linjen, edhe me shkua ku doni në botë, por për vepra që keni me ba të mira, ashtu si e ka pas tradit shqiptare vërtet, kanë mu pranua, kanë mu dash dhe kanë mu respektua ku do të gjeni në botë, përmes një prej atyre virtyteve që shqiptari jashtë i njoftën e përnjoftën, aja është besa e shqiptarit. Mos e kompromitoni besën se ajo bazohet pra në kohën, por bazohet edhe në Zotin që kemë përbashkët. Faleminderit. I falenderoj të ftuarit që kisha në bisedë edhe në emrin tuaj dhe i ftoj që të dy klerikët të nderuar që së bashku të vini një vizitë në Michigan, në Detroit dhe në New York. Do të ishte një vizitë shumë domethënëse, por pse jo dhe ju do të dilit një herë, do të ishte mirë për të parë të afërmit tuaj që keni atje. E bavë Zotit të jetë ashtu. Me gjithë kënaqësi. Atëherë mirë takofshim nderuar teleshikues në emisionet e tjera. Mirupafshim. Shumë faleminderit. Shëndet mira. Faleminderit shumë. Shumë Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.